Për të paktën 4 vitesh deklarohet për një hua nga Banka Botërore e cila është marrë nga qeveria shqiptare për ndërtimin nga e para të disa urave në rrugët nacionale në të gjithë vendin. Projekti $100 milion do t'i jepte mundësinë autoritetit rrugor shqiptar që të kryente një investim të rëndësishëm në urat të cilat kanë kaluar afatin e garancisë nga ndërtimi i tyre dhe të ndërtoheshin ura të reja. Pjesë e urave të përzgjedhura në të gjithë Shqipërinë nga ekspertët e ARSH-s, të cilët i kanë parë nga afër, ka qenë edhe ura e Karicës që është pjesë e rrugës nacionale Burrel-Skuraj. Kjo ur u konsiderua e pasigurt nga ekspertët të cilët vendosën bllokimin e kalimit të mjeteve të tonazhit të rënd mbi të. Megjithëse aktualisht kjo nuk ndodh pasi të gjitha llojet automjeteve kalojnë. Fondi prej $100 milion është siguruar që nga janari vitit 2022, e ndërsa jemi në shkurt të vitit 2026, ende nuk ka gjetur zbatim. Ndonse institucionet të ndryshme që nga ARSH e institucionet të tjera kanë deklaruar afate të ndryshme për nisjen e punimeve, që më i fundit ishte janari vitit 2026, as kjo nuk ka ndodhur. Jo vetëm që investimi nuk ka nisur, por as tenderimi i projektit për ndërtimin e kësaj ure nuk është bërë, çka le të dyshohet se projekti $100 milion është zhdukur.